Shëndrimi 28 nëntori, dita e flamurit. Qytetarë të shumt pa dallim moshe morën rrugën për në prekazin legjendar të familjes Jashari për të festuar 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe për të nderuar të rënët për liri. Në këtë ditë të madhe për shqiptarët, qytetarët kërkuan bashkimin e popullit. Uroj që festa 28 nëntorit të jetë edhe një mesazh për bashkimin e gjithë shqiptarëve në trojet tona. Pasi shqiptarët duhet me bashku patjetër. Këtu, grupi nga jugu i Shqipërisë, tingujt e polifonisë, pati edhe performancë muzikore. Për të nderuar komandantin legjendar Adem Jashari, në prekaz erdhi edhe komandanti i njësisë speciale të UÇK-s Bekim Shyti. Datë e cila na bashkon gjithë shqiptarëve nga Leposaviqi deri në Vlorë. Me aktivitete të shumta, 28 nëntori u shënua edhe në qytetet e tjera të Kosovës.